Publikova në emision një video në cilën tregoj diferencën mes vendeve si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Europa po dhe Shqipërisë. Flas për drejtuesit politik. Presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, prokuroria e përgjithshme e Amerikës dalin përpara shtypit për të bërë deklaratat e tyre. Pranojnë as pranojnë pyetje, pastaj është çështje se si e vendosin ata. Por i përgjigjen shtypit, ndërkohë që ministrat shqiptar bashkë me drejtorët e tyre dalin sfilat dhe bëjnë muhabet me njëri tjetrin, pa pasur as gazetar, as kamera, as pyetje, po minimumi etika është që ti duhet i përgjigjesh shtypit, duhet jesh përballë shtypit. Po dhe po su përgjigjet, deklarata duhet bërë diku. Çfarë logjike është kjo? Kjo sfilat politike që ti hecën në rrugët për propagandë dhe bën muhabet drejtori me ministrin. Ky është skandal dhe s'dot askund në botë, për këtë ju garantoj, askund në botë. Një intensitet shumë të lartë të rreshjeve, ku gjatë orëve